Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytzoi takimin në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg për siguruar mbështetjen e faktorit ndërkombëtar një muaj para zgjedhjeve parlamentare. Takimin e parë Berisha zhvilloi me grupin e Partisë Popullore Evropiane dhe akuza e parë që lideri i opozitës artikuloi në Strasburg ishte përdorimi sipas tij i sistemit të drejtësisë nga partia në pushtet kundër opozitës. Decided for a fourth mandate to arrest. Për të siguruar një mandat të katërt, Edi Rama vendosi të arrestojë 3 lider të partive kryesore të opozitës. Ai arrestoi kryetarin e Partisë Demokratike, vendosi në arrest shtëpie për 330 ditë kreun e Partisë Demokratike Sali Berisha, me akuza të rreme pas hetimi që zgjati 4 vjet. Por disa muaj më parë, ai arrestoi kreun e partisë së dytë opozitare, Ilir Meta, si person në hetim. I treti kreu i partisë së tretë opozitare, Fatmir Mediu, ish ministri i mbrojtjes, ndodhet në një proces penal për një çështje që është gjykuar para 15 vitesh dhe nuk ekziston më asnjë fakt i ri. Për të mbështetur akuzën se mazhoranca përdor drejtsinë kundër kundërshtarëve politik, Berisha shfrytëzoi edhe rastin e Fredi Belerit. He arrested with false testimony. U arrestua me dëshmi të rreme dhe ndonë se ishte zgjidhur, nuk ju lejua kur të bënte betimin, sepse Rama donte me çdo kusht që Beleri të mos bëhej kryetari i Bashkisë së Himarës, kjo sepse për interesa mafioze, Edi Rama kishte marrë pjesë në një pronë publike, duke trajtuar si pronë të tij, ndërkohë që nuk kishte etjedh. Kështu, Beleri kaloi 1 vit e gjysmë në burg, nuk u lejua të bënte betimin dhe humbi mandatin si kryetar bashkie. Para përfaqësuesve të Partisë Popullore Evropiane, Berisha akuzoi qeverinë se po përdor bandat kriminale edhe në fushatën zgjedhore të 11 majit.